Protestuesit turq janë përleshur me policinë në orët e para të së hënës në Stamboll. Gjithashtu i është vënë zjarri dhe zyrave të Partisë për Zhvillim dhe Drejtësi të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Forcat e rendit arritën të dëbojnë pjesën më të madhe të demonstrantëve në rrugët anësore, por në sheshin qendror Kizilaj ende ka grupe të demonstrantëve më radikal. Ata i vazhdojnë përpjekje që do hyjnë në ndërtesën e qeverisë dhe i gjuajnë policët me gur dhe kokteje molotov, duke u fshehur pas barikadeve të bëra nga materiale dore. Territori rreth ndërtesës së qeverisë dhe ministrive dhe institucioneve është shkëputur nga forcat e rendit, të cilët vazhdojnë të lëshojnë gaz losciellës kundër demonstrantëve. Në shesh ka zjarr, ndërsa në pjesë të ndryshme të Ankaras qindra njerëz dolën në rrugë në shenjë të përkrahjes së protestave antiqeveritare. Në Stamboll në sheshin Taksim Mesjid, por në rajonin fqim Beşiktaş demonstrantët mundon të hyjnë në centralin e partisë qeveritare. Autoritetet shëndetësore thonë se rreth 1000 persona janë lënduar në Stamboll dhe 700 në Ankara. Qeveria ka dhënë një shifër shumë më të ulët. Ministria e Brendshme tha se më shumë se 1700 persona janë arrestuar, edhe pse shumë nga ata janë liruar.